Komisioni për Politikë Sociale vazhdon të jetë pakryetar pas dorëheqjes deputetes Ilire Dauti. Presidenti e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova shkarkoi nga detyra 8 ambasador. LSDM vlerëson se interpelanca ndaj Këshillit Gjyqësor është goditja më e madhe ndaj sistemit të drejtësisë. Sindikatat paralemrojnë protesta më 2 dhe 7 prill nëse nuk ka marrëveshje për pagat. Të nderuar shikues, përshëndetje. Komisioni për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini vazhdon të jetë pakryetar pas dorëheqjes së kryetarës Ilire Dauti për shkak të përplasjeve për ligjin e branitellave. Kryeparlamentari Afrim Gashi caktoi deputetin e Frontit Evropian Bexhan Ilyas që të kryesojë me seanca deri në zgjedhjen e një kryetari, por ai sot nuk u paraqit në kuvend dhe puna e komisionit mbetet e bllokuar. Nga ana tjetër, partitë shqiptare vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën se po bashkëpunojnë me Partinë Maqedonase në lidhje me këtë ligj. Tentimi I sotëm I kryetarit të kuvendit Afrim Gashi për të zhbllokuar punën e Komisionit Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini ka rezultuar I pasuksesshëm. Pas dorëheqjes së deputetes Ilire Dauti nga pozita e kryetares së komisionit, Gashi caktoi deputetin e Frontit Evropian Bexhan Ilyas që të kryesojë me seancën e sotme të komisionit, megjithatë ai nuk u paraqit sot në kuvend. Ilyas ka theksuar se nuk do të vijë sot në kuvend për shkaqe subjektive, por po ashtu ka thënë se është emëruar pa qenë I konsultuar. Sot në kabinetin e kryetarit ka arritur letër nga koordinatori I Frontit Evropian, ku thuhet se deputeti Bexhan Ilyas do të mungojë në të gjitha aktivitetet në kuvend. Komisioni për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini, I cili ishte parapartë të mbahet sot në ora 11:30, është shtyrë. Nga Fronti Evropian kanë thënë se përmes thirrjes së Komisionit për Politikë Sociale, Demografi dhe të Ri, Gashi po tenton që të debllokojë ligjin për branitellat. Deputeti Elmi Aziri tha se nëse Gashi dëshiron të blokoj vetëm komisionin në fjalë, të thërret seancë plenare dhe të shfuqizohet konkluzioni dhe interpelanca ndaj Dautit në mënyrë që ajo të zgjidhet përsëri kryetare e komisionit. Nga Fronti Evropian nuk do të dërgojmë asnjë propozim tjetër dhe nuk do të pranojmë asnjë lojë tjetër të errët që ka gatuar Gashi me padronët e tij për të kontrabanduar ligjin për branitella, por I bëjmë thirrje që të mos provokoj këtë ta bëj as me ndonjë deputet tjetër duke emëruar si kryesues. Tentativa e sotme për të thirrur mbledhjet e Komisionit për Politikë Sociale konfirmon pikërisht atë që ne e paralajmëruam që në fillim, se shkarkimi I Ilire Dautit nga shumica parlamentare me propozim të vendosur në rendite nga Afrim Gashi ka për qëllim të japë rrugën deblokimit të ligjit për branitella. Andaj sot I bëjmë thirrje që të kthjellet dhe të tërhiqet nga këto skenare. Ndërkaq lideri I lëvizjes Besa Bilal Kasami akuzoi BDI-n se në bashkëpunim me LSDM-n e nisën këtë si iniciativë për të krijuar tensione edhe në këtë qeverisje. Ne kemi pasur qëndrim parimor që në fillim që është një çështje që është delikate dhe duhet të ketë një zgjidhje adekuate për të dy anët e konfliktit. Sigurisht që edhe pjesa tjetër në këtë rast UÇK ka qenë e pranuar si palë në konflikte dhe me marrëveshjen Ohrit ka pasur obligim shteti të bëj socializimin e tyre, pra ne vetëm këtë kërkojmë që në këto kushte delikate mos hapen tema të cilat vazhdojnë të krijojnë tensione në shtet. Kujtojmë se ligji për branitellat u propozua nga LSDM-ja, megjithatë ligji momentalisht ka mbetur I bllokuar në Komisionin Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe të Ri. Fillimisht kryetare e komisionit ishte deputetja nga opozita shqiptare Ilire Dauti, por për shkak të rezistencës së saj që të vendos këtë ligj në rendite, deputetët më 10 janar miratuan interpelancë kundër saj të iniciuar nga Levica. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nënshkroi dekretet për shkarkimin e 8 ambasadorëve, ndërsa një ambasador është shkarkuar sipas procedurës së rregullt për shkak të përfundimit mandatit. Sipas dekreteve të miratuara, detyra ambasadorëve do të përfundojë më 30 prill 2025.
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nënshkroi dekretet me të cilët shkarkohen nga detyra 8 ambasador, pasi ata u emëruan në këto pozita pa përmbushur obligimin ligjor para trupit të punës së kuvendit, njoftojnë nga kabineti i presidencës. Ambasadorët që emërohen ligjërisht janë të detyruar që para se të emërohen të paraqisin pikpamjet e tyre për marrëdhëniet me shtetin dhe misionin ose organizatën ndërkombëtare para trupit të punës së kuvendit që është kompetent për politikat e jashtme, ndërsa 8 nga 9 të shkarkuarit nuk e kanë bërë këtë. Nga kabineti i Siljanovskës sqarojnë se një ambasadore është shkarkuar sipas procedurës së rregullt për shkak të përfundimit të mandatit. Sipas dekreteve të miratuara, shkarkohen Jakub Rexhepi nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Bosnjë dhe Hercegovinë, Meselina Sarajev, Cenk Sejfullah nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Mbretërinë e Suedisë, Meselina Stockholm, Metodia Belevski nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Mbretërinë e Belgjikës dhe nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm për madhërinë e Dukatës së Luksemburgut, Meselina Bruksel, Agneza Rusi Popovska nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Republikën e Bullgarisë, Meselina Sofje, Emil Krsteski nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Republikën Çeke, Meselina Prag, Pajo Avirović nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm dhe shefi i misionit të përhershëm pranë organizatave ndërkombëtare, Meselina Vjen. Zeqir Ramqilović nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Malin e Zi, Meselina Podgoric, dhe Katerina Stavreska nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Meselina Londër. Gjithashtu, presidentja Siljanovska-Davkova miratoi dekretin për shkarkimin në procedurë të rregullt të Svetlana Gelevës nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm dhe përfaqësues si i përhershëm pranë Këshillit të Europës, Meselina Strasburg, për shkak të përfundimit të mandatit. Sipas dekreteve të miratuara, detyra e ambasadorëve do të përfundojë më 30 prill 2025. Nesër në kuvend pritet që të mbahet interpelancë për anëtarët e Këshillit Gjyqësor që është iniciuar nga deputetët e shumicës parlamentare. Lëkundjet që po pëson institucioni më i lartë gjyqësor, nga LSDM-ja janë cilësuar si goditje e madhe sistemit ekzekutiv të gjyqësorit. Në anën tjetër, VMRO-DPMNE akuzon LSDM-n se ata qëllimshëm i mbrojnë gjykatësit dhe prokurorët sepse duan të i ikin përgjegjësisë dhe të parandalojnë dënimin e tyre për parregullsitë dhe korrupsionin. Interpelancat për anëtarët e Këshillit Gjyqësor të iniciuara nga deputetët e shumicës parlamentare të martën do të gjenden në kuvend. Për këtë ka reaguar LSDM opozitare. Nënkryetaria Ana Qupeska thotë se na ndajnë vetëm 24 orë nga goditja më e madhe e pushtetit ekzekutiv në atë gjyqësor, qëllimi i së cilës, sipas saj, është partizimi dhe kontrolli politik në gjyqësor. Nëse Këshilli Gjyqësor shkarkohet në atë mënyrë, theksoi Qupeska, të radhës do të jenë gjykatësit që nuk veprojnë sipas dëshirës së pushtetit dhe kjo do të rezultojë, siç shtoi, në marrje të vendimeve gjyqësore të porositura, siç i kemi parë dhe më herët. Në vend të sjelljes së këtij jo demokratike, ne kërkojmë që për reformat gjyqësore të ketë konsensus nacional dhe të sigurohet proces reformues i thellësishëm në organet gjyqësore. I bëjmë thirrje të gjitha partive politike, të gjitha palët e tanguara që të përfshihen në këtë proces, i cili do të mundsojë reforma substanciale e jo të shtyra primitive, gjysmake dhe të personalizuara. Nënkryetaria Qupeska foli edhe për iniciativën për shkarkimin e prokurorit republikan Lupqe Kocevski, të cilën gjithashtu e quajti të paligjshme. Ndërkaq nga VMRO akuzojnë LSDM-n duke thënë se ata qëllimshëm i mbrojnë gjykatësit dhe prokurorët sepse duan të ikin përgjegjësisë dhe të parandalojnë dënimin e tyre për parregullsitë dhe korrupsionin. LSD e ka uzurpuar plotësisht sistemin gjyqësor. Kjo qasje e tyre rezultoi në pasoja serioze, siç është ulja e besimit të qytetarëve në gjyqësor, e cila është vetëm 2%. Tash është koha kur qytetarët kërkojnë përgjegjësi, transparencë dhe drejtësi nga ana e institucioneve gjyqësore dhe dera e pasme e krimit në gjyqësor duhet të jetë mbyllur. Interpelancat e 5 anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, Stanja Çaçarova Ilievskas, Milazim Mustafa, Spalina Cervenkovska dhe Selim Ademit janë ndërzuar në kuvend nga deputetët e VMRO-DPMNE-s, Vlenit dhe Znamit, më 7 shkurt.
Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami tha se BDI-ja ka humbur orientimin politik dhe nuk mund të pretendojë të mbrojë interesat e shqiptarëve. Ndërkaq sa i përket gjuhës shqipe, Kasami tha se gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike. Pas paralajmërimeve nga Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim për Krizë Politike dhe bojkot të zgjedhjeve lokale, nëse preket të gjuha shqipe nga gjykata kushtetuese, ka folur sot kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili ka lëshuar një sër kritikash për BDI-n. Kasami thosë se BDI e ka humbur orientimin politik dhe nuk mund të pretendojë të mbrojë interesat e shqiptarëve, pa u ballafaquar me korrupsionin brenda saj. Shifet që BDI e ka humbur busullën janë pa kohë. Unë thash edhe në një rast tjetër, po e përsëris edhe këtu, ata veç tentuan që të bëjnë krizë politike, por nga tenda dolën kokullur. Edhe njerë po e përsëris, duhet të pastrojnë me krimin dhe korrupsionin nga radhat e tyre. Nuk mundet blerim buxheti që me vite ka qenë në pozita dhe ka indikacionet të cilat e inkriminojnë edhe atë vetë në raste të dyshimta korruptive që të flasë për krizë politike. Ndërkaq, sa i përket të gjuhës shqipe, Kasami tha se gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike dhe ka shumë çështje të tjera që duhet t'i zgjidhë, duke shtuar se ligji për gjuhën shqipe nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, ndërkohë që uroi që kushtetuesja të sjellë vendim në interes të shqiptarëve dhe të komuniteteve të tjera. Ne kemi thënë edhe më herët që gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike. Sigurisht që ligji si i tillë nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, por duhet të implementohet dhe ne besojmë që gjykata kushtetuese ka çështje tjera shumë të rëndësishme të cilat duhet t'i zgjidhë sa i përket kushtetueshmërisë. Këtë drejtim, po të ketë çfarëdo lloj diskutimi sa i përket ligjit për gjuhët, uroj që gjykata kushtetuese të sjellë vendimin në drejtim të orientimit për implementim të njëjtit dhe sigurisht që ky ligj të jetë praktik dhe implementueshëm dhe në interes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ashtu. Më 20 mars, gjykata kushtetuese do të ketë seancë përgatitore për ligjin e gjuhëve. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov ka dënuar aq për sulmet politike nga VMRO-DPMNE-ja. Ai tha se lidhur me këtë situatë do të kërkojnë ndihmë edhe nga sindikatat europiane dhe ndërkombëtare. Trendafilov bëri ditur se do të ketë protesta të mëdha më 2 dhe 7 prill nëse nuk arrihet marrëveshje. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov ka dënuar aq për sulmet politike, siç i quan ai, nga VMRO-DPMNE. Ai thotë se në asnjë demokraci, por vetëm në raste si Bielorusia, qeveria nuk sulmon politikisht një organizatë sindikale vetëm sepse kërkon që paga minimale të rritet në 500 euro. Aktualisht, sipas Trendafilovit, zyrtarët partijak në rolin e drejtorëve po ushtrojnë presion mbi të punësuarit në institucione publike, duke ju kërkuar për të bashkuar organizatave sindikale paralele të parëndësishme me qëllim që lidhja e sindikatave të mos i plotësoj kërkesat për të konsideruar sindikat legjitime. Nije Soyuzot na sindikatit në Maqedonia. LSM priste që qeveria të ishte mirë kuptuese, para e që morëm ishim sulmet bazë nga VMRO-DPMNE, që është e papranueshme në një shoqëri demokratike. Qeveria aktualisht është në kërkim të një partneri sindikal të porositur dhe dëshiron të përjashtoj LSM nga Këshilli Ekonomik dhe Social. Unë nuk e dija që isha aq i fortë sa mund të bashkoja gjithë opozitën për të qëndruar pas meje dhe se qeveria do të kishte frikë dhe do të donte të më eliminonte. Nuk i kemi zgjedhur ne, nuk i paguajmë që të punojnë kundër interesave të punëtorëve. Trendafilov bëri të ditur se do të ketë protesta të mëdha më 2 dhe 7 prill, nëse nuk arrihet marrëveshje. Nije Soyuzot na sindikatit në Maqedonia. Kryesia e LSM-s sikurse e bën vitin e kaluar më 2-7 prill dhe më 1 maj ka shumë mundësi që nëse nuk ka marrëveshje të dalim në protesta si vitin e kaluar dhe të tregojmë se ne punëtorët po e kthejmë klasën punëtore në derën e madhe, duke pasur parasysh se po përpiqen që të na bëjnë atë që na bën paraardhësit e tyre. Trendafilov tha se lidhur me këtë situatë do të kërkojnë ndihmë edhe nga sindikatat europiane dhe ndërkombëtare.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kërkon hetim urgjent për zjarrin në televizionin Koha në Tetov. Sipas informacioneve nga televizioni, zjarri ka shpërthyer më 8 mars 2025 të shtunën pasdite në qendrën tregtare në Tetov, ku ndodhen edhe ambientet e televizionit. Ky incident sipas tyre ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Po ashtu kanë thënë se zjarri ka paraqitur një rrezik për jetën e gazetarëve dhe punonjësve të këtij mediumi. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë bën thirrje Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë të kryejnë një hetim urgjent dhe efektiv për të përcaktuar shkakun e zjarrit, për gjegjesit dhe për të marrë masa për parandalimin e incidenteve të ngjashme në të ardhmen. Për 2 ditë, policia ka gjubitur 2045 persona pasi nuk I kanë respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Pjesa më e madhe e tyre, ose plot 637, kanë lëvizur me shpejtësi më të madhe se sa shpejtësia e lejuar. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë fundjavës festive të 7 dhe 8 marsit janë sankcionuar 2045 shofer, pasi kanë shkelur rregullat e trafikut. Pjesa më e madhe e tyre është sankcionuar për tejkalim shpejtësie. Brenda këtyre 2 ditëve është regjistruar një numër relativisht më I madh I urdhrave të paguara, 2045, ku kryesojnë shkeljet për vozitje me shpejtësi më të lartë se e lejuara, 637, pastaj parkimi I parregullt, 393 shkelje. Për vozitjen pa patent shoferi janë shqiptuar 225 masa, si dhe për vozitje në ndikimin e alkoolit, 146 sanksione. Ndryshe në kontrollet e komunikacionit, zyrtarët policor kanë lëshuar urdhër pagesa për kundërvajtje në 115 raste për mos përdorim të ripit të sigurimit, 56 sanksione për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit, si dhe 35 masa për drejtues të motocikletave për mos përdorim të kaskës mbrojtëse dhe 14 sanksione për kalim në semafor të kuq. Po ashtu, në pajtim me ligjin për automjete, janë hequr nga qarkullimi 58 automjete të paregjistruara dhe 12 automjete me defekte teknike. Ministria e Punëve të Brendshme thekson se do të vazhdojë me masat dhe aktivitetet e shtuara në lidhje me sigurinë në komunikacion. MPB sqaron se në vazhdimsi po zbatohen aktivitete parandaluese në të gjitha departamentet e brendshme, me qëllim që të këshillohen pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë plotësisht rregullat dhe rregullatorët e komunikacionit. Komisioni Rregullatori I Energjetikës vendosi që nga mesnata të ulet çmimet e derivateve të naftës. Komisioni vendosi që çmimet e shitjes me pakicë të dizelit, vajt ekstra të lehtë për anvisri të ulen për 2 denar për litër. Çmimi I shitjes me pakicë I benzinës 98 ulet për 1 denar, ndërkaq që benzina 95 ulet për 0.50 denar për litër. Sipas vendimit të komisionit, nga mesnata benzina 95 do të shitet për 74.50 denar për litër, benzina 98 do të kushtoj 76.50 denar, dizeli 70 denar, ndërsa vaj ekstra lehtë për anvisri 69.50 denar për litër. Vazhdojmë me teme lajmet. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se ai do të udhëheqë sërish me ekzekutivin e ri të dalin nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikimi, pastaj bisedimet. Qeveria e sigurt të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe unë, tha Kurti. Lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit me 42.27% votave të fituara apo 48 ulëse në kuvendin me 120 vende. Kurti nuk ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve se me cilat parti opozitare partia e tij pra vetëvendosje është më përafërt. Numri 2 në vetëvendosje Glauco Njusa ka deklaruar për një media italiane se synojnë që ta formojnë qeverinë me partitë jo serbe. Partitë jo serbe kanë të rezervuara 10 ulëse në kuvendin e Kosovës, sa kanë edhe partitë serbe. Në mesin e partive serbe, partia e ministrit përkthim dhe komunitete Nena Trashic ka fituar një mandat, ndërkaq 9 të tjera I ka marrë lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar.
Izraeli i ka shkelur marrëveshjen e anëpushimit në rripin e Gazës, ka shkaktuar thellimin e krizës së bukës, duke ndjekur një politikë sistematike dhe të qëllimshme të urisë dhe duke ndaluar hyrjen e ndihmave humanitare. Njerëzit në rripin e Gazës presin me orë të tëra në radhë për të blerë bukë nga furrat e bukës që prodhojnë sasi të kufizuara. Në një deklaratë nga zyra e kryeministit izraelit më 2 mars u tha se Netanyahu vendosi të ndalonte hyrjen e gjitha furnizimeve me ndihmë humanitare në rripin e Gazës në vend të kalimit në fazën e dytë të marrëveshjes së anëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve në rripin e Gazës. Netanyahu dëshiron që faza e parë të zgjasë deri në fund të Ramazanit. Organizata e Kombeve të Bashkuara ngriti alarmin për përkeqësimin e situatës humanitare në këtë vend dhe ka paralajmëruar se mbyllja vazhdueshme e gjitha vendkalimeve të ngarkesave po pengon rënd dërgesat e ndihmave, që nga tetori 2023-shit të paktën 48.400 palestinesë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe më shumë se 111.800 të tjerë janë plagosur në sulmet brutale izraelite në Gaza. Partia Liberale e Kanadas ka zgjedhur me shumicë dërmuese Mark Carney si kryeministër të ri të vendit të dielën, teksa ish guvernatori i Bankës Kanadeze paralajmëroi për ditë të errta të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara në presidencën e Donald Trumpit. Carney menjëherë mori një qendrim kundër president amerikan, cilin akuzoi se po sulmon punëtorët kanadez, familjet dhe bizneset. Nuk mund ta lëm atë të ketë sukses, tha 59 vjeçari, i cili do të marrë detyrën në ditët në vijim nga udhëheci i largimit i liberalëve Justin Trudeau. Trudeau njoftoi se në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vjet në pushtet, pasi mbështetja e publikut për të sipas sondazheve ra ndjeshëm, duke detyruar Partinë Liberale që të zhvillojë garë partijake për ta zëvendësuar atë. Por Carney mund të mos qëndrojë për një kohë të gjatë në këtë detyrë. Kanada duhet të mbajë zgjedhjet deri në tetor, por vendi mund të përballet me zgjedhjet parakohshme brenda javësh. Sipas sondazheve aktuale, konservatorët që janë në opozitë konsiderohen favorit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se ai mbështet të drejtën e njerëzve për vetëvendosjen në Grenland, për cilën ai ka thënë shpesh se dëshiron ta blejë dhe se ai është i përgatitur të investojë miliarda dollar për t'i bërë ata të pasur. Trump bëri një deklaratë në Truth Social në lidhje me Grenlandën, të cilën ai dëshiron ta blejë, duke përsëritur se mbështesin të drejtën e popullit grenlandez për vetëvendosje. Trump tha se ne do të vazhdojmë t'ju mbrojmë ju ashtu siç kemi bërë që nga lufta e dytë botërore. Ne jemi të gatshëm të investojmë miliarda dollar për të krijuar vende të reja pune dhe për t'ju bërë të pasur. Mëtej Trump i tha se edhe grenlandezët do të mirëpriten si pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse do të donin, që nga rikthimi i tij në administratën amerikane. Deri më tani Trump ka shprehur shpesh dëshirën e tij për ta blerë Grenlandën. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.